Natë merri ka ndodhur në Vlorë ku një hotel është përfshirë nga flakët edhe si pasojë ka pasur 6 të lënduar ndërsa një vajzë është në gjendje të rëndë. Për të folur për po themi këtë ngjarje, por edhe çfarë masash duhet të ishin marrë që kjo ngjarje të mund të ishte shmangur, kam të ftuar në një lidhje direkte zotin Eduard Mullaraj, avokat. Avokat, faleminderit shumë për intervistën. Përshëndetje. Avokat, besoj se ju jeni në dieni të ngjarjes. Sipas jush, a mund të ishte shmangur kjo ngjarje dhe mbi të gjitha, çfarë elementësh mungojnë aty që duhet ne t'i flasim? Atëherë, faleminderit për mundësinë që më jepni. Çdo lloj ngjarje që ka të bëjë me çështje njerëzore shmanget nëse do ket një kujdes shumë të madh nga ana njerëzore. Por dhe kur them duhet të ketë edhe një masë më të madhe kujdesi, sepse edhe ngjarja e ndodhur në hotelin Brooklyn në Vlorë, në pjesën e Lukamares, ishte pjesë e një pakujdesie të ndodhur ose mungese e masave mbrojtëse, të cilat nuk ishin marrë deri në ashtu siç e ka ligji të paktën. Nëse do ishin marrë në mbështetje të ligjit, edhe ngjarja do ishte shmangur. Megjithatë, ngjarja ndodhi si rezultat i një prize ku një frigorifer i shkryu priza e saj, dhe pra mungesa e kontrollit të sistemit elektrik bëri që flaka të mbuloj katin e parë të hotelit. Në katin e parë të hotelit ku ishin të përqendruara përveç pajisjeve elektrike dhe shtëpiake ose frigoriferë dhe pajisje të tjera eksprese dhe tjera, ishin montuar edhe disa pajisje të cilat i shërbenin hotelit. Këto pajisje, si rezultat i një ngarkese dhe mungesës së kontrollit vazhdueshëm ose të një kolaudimi vazhdueshëm të paketës elektrike, bëri që të marri flak kati i parë, i cili bllokoi të gjithë frymarrjen e këtij hoteli për katët e tjera që ishin sipër. Në momentin që katët e tjera që ishin sipër e ndjen këtë erë të keqe që po vinte së bashku me gazi karbonik, i cili po i bllokonte frymarrjen këtyre turistëve të huaj, i dha mundësi këtyre turistëve që një pjesë, duke parë dhe frikën e flakës, të hidheshin nga balkonet dhe të krijonin atë në incidentin e parë për sa i përket pjesës njerëzore të tyre. Ndërkohë që mbasi ishte shkëmbuar kati i parë, në këtë kohë vinë edhe zjarrfikse. Pra, zjarrfikset e rrëvon e para, e dyta, mjetet e kundra zjarrit, siç janë fikset brenda hotelit, nuk funksiononin, sepse edhe kjo ishte një element i cili duhej të ishte kontrolluar në situatat ku ne po kalojmë që zjarret po bëjnë kërdi në përpyje dhe në qytete, akoma sistemin e të ngritur për mbrojtje kundër zjarrit, ne nuk e kemi në nivele duhura për të kontrolluar të gjitha hotelet, për të kontrolluar të gjitha shërbimet sociale për sa i përket ruajtjes dhe mbrojtjes nga zjarri. Nëse do ishin në këndishmëri të plot pajisjet fikse në çdo kat e para, nëse ashtu siç ka ligji, nëse ne do të kishim fikse brenda në kuzhinë, nëse ne do të kishim elemente mbrojtjes kundër zjarrit brenda në kuzhinë, nëse do ishin pajisjet të kohës të cilat të binte automati me njerë,
momenti kur ka një mas, të gjitha këto element do të krijonin shmangjen nga ky incident mjaft i rënd që jo vetëm nga ana ekonomike dhe financiare i solli një dëm biznesit atje, por edhe nga ana njerëzore u dëmtuan 6 turistë të huaj, ndërsa një vajzë e re është më keq nga gjendja e djegjes, sepse ka një djegje më të avancuar se 5 të tjerët, dhe kjo është një shtetëse polake, e cila është djegur shumë dhe ka nevojë për një shërbim më të specializuar, ndofta mund të dërgohet edhe jashtë në Turqi për sa i përket pjesës se ku është djegur dhe avancimit të djegjes. Ndërkohë që 2 janë në spitalin e traumës për sa i përket dëmtimeve që morën pasi janë hedhur nga objekti, dhe 3 tjerë për fat mirë janë jashtë rrezikut për jetën dhe me dëmtime të vogla. Këtu shohim edhe solidaritetin jo vetëm të strukturave tjera, por përveç shtetit, pra bashkisë, e cila u solidarizua me njerë duke i ardhur ndihmë të gjithë turistëve që ishin pjesë e akomodimit të këto hotel, por edhe vetë shoqata e turizmit që funksionon në qytetin e Vlorës, vlen për të përmendur ana pozitive dhe humane e kësaj shoqate e cila u solidarizua me njerëz dhe i akomodoi të gjitha të huaj në hotele të tjera, duke ju hequr të gjitha shpenzimet, edhe kjo është një sjellje humane dhe dashamirëse e kulturës dhe e popullit tonë. Unë do thosha që nëse do rikthehemi përsëri tragjedisë ose ngjarjes, pa çka se nuk kishte të vdekur ose humbje jete në momentin e parë. Kemi një vajzë të re e cila ka një djegje shumë të avancuar. Kemi 2 të huaj përsëri që kanë dëmtime të rënda, dhe ata janë në spitalin e traumës, kemi dhe 3 tjerë që janë në QSLT. Pra, të 6 këta të dëmtuar të cilët janë hedhur takatët derisa erdhi ndihma e shpejtë dhe shpëtoi pjesën tjetër ishin akomoduar në këtë hotel, tregojnë më së miri se masat dhe topsinë e atyre pronarëve të hotelit, të cilët ne nuk themi që donin që të binte zjarri, ne themi që masat e marra nuk ishin të plota. Kishte mjaft element që duheshin analizuar. Them duheshin analizuar sepse elementet e parë janë energjia elektrike. Energjia elektrike është një element kryesor që sjell zjarrin në një banesë, përveç elementit të gazit. Meqenëse se aty përdoret shumë energji elektrike, duheshin kontrolluar prizat. Nëse këto prizat do ishin të kohës, do them të kohës ku në një moment kur bie në mas një fije me një bie automati, do thoshim që nëse do ishin kontrolluar të gjitha këto priza, do ishte shmangur edhe pjesa e tragjedisë. E para kjo, e dyta, nëse do të kishim fikse në gjitha këto katët, edhe këto do i kishin ardhur në ndihmë shumë shpejt pikjes së zjarrit në katin e parë, derisa të vinin dhe të përgjigjeshin zjarfikset e qytetit, të cilat edhe këto erdhën me mjaft vonesë, erdhën në momentin kur zjarri e kishte pushtuar dhe ishte djegur komplet tërësisht kati i parë i hotelit Brooklyn. Pra, këto element do ishin shpangur nëse do kishim një kontroll më rigoroz për sa i përket strukturave përkatëse që ka
në administrim bashkia e qytetit, por kjo tregon dobësinë, korrupsionin, paaftësinë e këtyre drejtuesve të cilët duke shkelur ligjin përkrajnë të gjitha këto struktura sociale, shërbime sociale në funksionimin e tyre dhe nuk parashikojnë që mund ndodhi një tragjedi, nuk parashikojnë që ka humbje jetë. Prandaj themi që zbatimi i ligjit duhet të jetë mjaft i rigoroz, duhet të jetë mjaft i fortë dhe me penalitetet të ashpra me qëllim që të parandalojnë, sepse prandaj del edhe ligji, del edhe masa shtrënguese me qëllim që të parandalohet se të jetë e mundur pjesa e ngjarjes tragjike. Kjo tregoi dobësinë e bashkisë, por dhe të kontrollit të kryer në ambientet e mbrojtjes fundosjare që janë në qytet. Këto tregojnë më së miri se sa hallka dobta kemi ne dhe në një kohë kur po digjet i gjithë shteti në pjesë të ndryshme ku flakët kanë marrë për masa të mëdha, përsëri kemi një neglizhencë, kemi një paaftësi, kemi një mungesë organizimi të theksuar për sa i përket elementeve të veçantë që kanë të bëjnë me mbrojtje kundër zjarrit, pa çka se këto struktura marrin pagesat e majme nga shteti, paguajnë nga taksat e shtetit, por nuk kryejnë detyrën e tyre. Jo vetëm që nuk kryejnë detyrën e tyre, këto struktura, por as nuk i analizon më njeri sot që të bëjnë përgjegjësi për të gjithë ngjarjen e ndodhur. Pa çka sepse vetë ai pronari i hotelit ka një dëmtim kolosal në anën financiare, por nëse do të kishim dhe një zbatim rigoroz të legjislacionit nga ana e strukturave të shtetit, do të kishim edhe një shmangje të kësaj ngjarje të rëndë të ndodhur në qytetin e Vlorës. Avokat, faleminderit shumë për intervistën, ishte kënaqësi. Faleminderit juve.